Një incident i rënd ushtarak ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, ku një bombardues strategjik B-52 Stratofortress i forcave ajrore amerikane është rrëzuar në shkretëtirën Mojave në jug të Kalifornisë. Sipas njoftimit zyrtar të bazës ajrore Edwards, avioni u përplas vetëm pak çaste pas ngritjes, rreth orës 11:20 paradite me orën lokale. Menjëherë pas aksidentit, ekipet e emergjencës dhe njësitë e shpëtimit u dërguan në vendngjarje. Pamjet ajrore të publikuara nga zona e aksidentit tregojnë një sipërfaqe të djegur dhe ende në tym, me përmaza afërsisht sa një fushë futbolli. Automjetet e emergjencës u pan duke patrulluar rreth perimetrit të zonës së goditjes, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet në terren. Deri tani nuk janë bërë të ditura detaje mbi numrin e anëtarëve të ekuipazhit që ndodheshin në bord në momentin e rrëzimit. Po ashtu, nuk ka ende informacion zyrtar nëse ka të mbijetuar apo viktima. Bombarduesi B-52 Stratofortress konsiderohet një nga avionët më të rëndësishëm në arsenalin ushtarak amerikan. I projektuar për të transportuar armë konvencionale dhe bërthamore, ai ka qenë pjesë e forcave strategjike të Shteteve të Bashkuara për dekada dhe vazhdon të përdoret në misione të rëndësishme ushtarake në mbar botën. Pamjet nga vendi i ngjarjes nuk tregojnë pjesë të mëdha të mbetura nga avioni, çka mund të tregojë forcën e madhe të përplasjes dhe shpërndarjen e mbetjeve në një zonë të gjerë. Autoritetet ushtarake kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Ekspertët pritet të analizojnë të dhënat e fluturimit, komunikimet me kullën e kontrollit dhe gjendjet teknike të avionit përpara ngritjes. Ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, vëmendja mbetet e përqendruar te fati i ekuipazhit dhe te rezultatet e hetimit, që do të zbardhin në rrethanat e këtij aksidenti të rënd ushtarak.